Në Korçë u vendos busti i Llazar Fundos, mbi një piedestal që më shumë se sa një monument është një vepër arti, e cilësuar e tillë nga artist, skulptor, piktor, intelektual, profesor. Pas kësaj vepre të arrirë qëndrojnë duart e arta të skulptorit Adi Dule. Nuk u zgjodh rastësisht për ta bërë atë monument. Ka një domethënie dhe një rrugë e gjitha. Fillon me ardhjen e skulptorit Adi Dule në Korçë, në shtëpinë e Llazar Fundos, dhe të nesërme në takim me mitropolitin e atëhershëm të Korçës, sot fort lumturinë e tij Joanin, për të marrë bekimet për të filluar një rrugë, një punë, deri në vendosjen e monumentit të Llazar Fundos. Gjithçka shihet atje është bërë nga skulptori Adi Dule, që patjetër pati një forcë të madhe shpirtërore dhe frymëzuese, jo vetëm kur u njoh me veprën e Zait, por edhe kur u bashkua për të shkuar në Ventotene, atje ku Fundo kishte qenë internuar, dhe u bë një nga hartuesit e manifestit të Ventotenes. Më pas ai takohet me intelektuarët e asaj kohe si Altiero Spinelli, Sandro Pertini, i cili më vonë u bë presidenti i Italisë. Adi Dule e pa Zain Fundon që nga nxjerrja e historisë së tij nga diktatori Enver Hoxha, deri te vlerat që i jipen këtij intelektuali dhe filozofi të majt, një ish komunist në të gjitha kohrat. Që nga dëshkimet e para nga mbreti Zog, që nga gjyqet në Gjermani, nga largimi në Moskë, nëpërmjet katakombeve për në Mongoli, e më pas në Europë, sepse spionohen nga shokët e tij të Kominternit, dhe nuk e vran dot, as Zogu, as gjermanët dhe as rusët. Por e arrestuan italianët në Korçë, ashtu siç thot Enver Hoxha, sepse në 7 prill 1939 doli përpara bashkisë për të kërkuar armë që truftohet fashizmi. Zai Fundo ishte një antifashist. Pikërisht atje ku ka folur, më 7 prill 39, është vendosur busti i tij. Italianët e internuan për 4 vite në burgun Ventotenes. Më pas erdhi në Shqipëri, hyri në Kosovë me kryezint dhe me një misionar anglez dhe u përshkatua pagjyq me urdhër të Enver Hoxhës. Profesor Aurel Plasari është më i qartë në qëndrimin që jep për Zaifundon, i cili thot, mjafton të shikojmë pyetje që diktatori Hoxha ju tha hetuesve t'i bënin Zaifundos. Pse në Kosovë? Ku ke qenë? Ai e cilëson vrasjen e Zaifundos si një hakmarrje personale të diktatorit gjakatar. Nuk ka një gjyq, nuk ka një faj të Zaifundos, nuk ka një krim. I vetmi është në Moskë ku kritikonte regjimin e Stalinit. Këtë portret të Zaifundos, skulptori i talentuar Adi Dule e lexoi, e jetoi, hyri brenda tij dhe solli një skulpturë që është vërtet një vepër arti. Është e rrallë, por ka dhe diçka që nuk është thënë më parë. Dikur, në vitet 86, në Korçë, do të vendosej monumenti i diktatorit Enver Hoxha, njeriu që e kishte pushkatuar Llazar Fundon. Vepër nga duart e mjeshtrit madh Hector Dule, një nga skulptorët e rrallë për te madhështisë që ka pasur, që ka Shqipëria, dhe atëherë ai monumenti i diktatorit konsiderohej nga më të bukurit që ishte realizuar. Në fakt, sot i biri i tij, Adi Dule, realizon bustin e Llazar Fundos, dhe ja si qëndron historia. Adi Dule atë skulpturë ka bërë me shpirtin dhe forcën e pasionit të tij, pa asnjë kosto, pa u paguar asnjë qindark, dhe duke këmbgulur që Zai do të ishte vepër e tij, nga duart e tij dhe nuk do të kontribonte askush tjetër. Nuk mund të lihet pa përmendur edhe në vlerësimin që i bëhet Adi Dules, kryeministri Edi Rama me energjinë, dëshirën dhe pasionin që Zaifundot kishte monumentin e tij në Korçë, i cili ka kontributin e tij në detaje. Edhe Niko Peleshi, kryetari i kuvendit, ish kryetari i Bashkisë Korçë, i cili e ka pasur babain e tij të internuar në Ventotene, dhe ai ishte atje, së bashku me Adi Dulen dhe Blendi Fevziun, për të parë vuajtjet e të internuarve. Niko Peleshi ishte një nga propozuesit për të vendosur atë bust dhe për t'i vënë emrin sheshit ku Zaifundo kishte folur, së bashku me kryetarin aktual të bashkisë, Sotiraq Filo, me një kontribut të vazhdueshëm për të arritur në qëllimin final. Këtë monument, këtë bust që ka një histori. Por ajo që është më e rëndësishme nga të gjitha, përtej falënderimeve dhe vlerësimeve që duhet jenë të pafundme, jo vetëm për skulptorin, por dhe për personat të tjerë që u përfshin, Gimin, Ilmion, Petrikën. Çdo punonjës që vuri qoftë një gozhë në atë monument për dalë ajo vepër arti, ka një detaj shumë të rëndësishëm në ato bust, që u vendos atje. Dje, babai i tij, skulptor, bënte bustin e diktatorit. Djali i tij në kapitalizëm, në liri, bën viktimën e diktatorit dhe i jep vlerat që i takojnë një intelektuali dhe filozofi si Llazar Fundo. Për kjo përtej saj jep vlerë dyfish. Jo thjesht vetëm Adit, jo thjesht dhe vetëm babai i tij Hektorit, por se si historia dhe Zoti na drejtojnë gjithmonë tek i drejti. Dhe se koha vonon, por nuk harron. Dhe koha nuk harroi,
që Adi Dulen ta çonte te Lazar Fundo për të krijuar atë vepër arti të papërsëritshme, që është vendosur në krah të Bashkisë Korç.